Të nderuar mërkimtar, të dashur vëllezër dhe motra, e drejta e mërgatës për të votuar në zgjedhjet komunale dhe parlamentare në Kosovë buron drejt për drejt nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe është e patjetërsueshme. Nuk është dhuratë as e qeverisë dhe as e partive politike. Prandaj secili individ, institucion, organizat apo parti politike, e cila lobon kundër kësaj vote, e cila në çfarëdo lloj mënyre e pengon, e vonon, e mohon apo propagandon kundër saj, bie ndesh me frymën e Kushtetutës së Republikës sonë. Ju lutem të gjithë ju që nuk do të mund të vini për të votuar në Kosovë me 28 dhjetor, shfrytëzojini mundësinë e regjistrimit dhe më pas të votimit në konsulatat dhe ambasadat tona. Afati i fundit i regjistrimit për të votuar në ambasadat dhe konsulata është data 6 dhjetor. Mundësisht evitoni votimin me post, për shkak se procesi i fundit i balotazhit në zgjedhjet komunale ka dëshmuar që KQZ-ja nuk ka arritur ta menaxhojë në mënyrë perfekte dërgimin me kohë të votave tek votuesit potencial në mërgat. Data 6 dhjetor është data e fundit për regjistrim dhe duke ditur që vota juaj e pastër, e pa komprometuar, e pa korruptueshme, është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, ju ftoj dhe ju lut të gjithëve që të regjistroheni sa më parë. Faleminderit shumë dhe mirupafshim.